brek i përgatitur me presh dhe qep të njoma. Filloj me përgatitjen e brumit, shtoj miell, krip, vaj ulliri dhe ujë të vakët. Brumin e lëm të pushoj rreth 20 minuta. Përgatisim harxhin, presim presh dhe qep të njoma, i skuqim në tigan me vaj ulliri dhe pak krip. Në fund i shtojmë dhe djath. Brumin e kemi gati, e ndajmë në kuleç dhe i hapim në pjesë të barabarta. I lyejmë me pak gjalp dhe i lëm të pushojnë dhe për 10 minuta. Hapim pjesën e parë me petë, i hedhim harxhin. Vendosim dhe pjesën tjetër me petë, e spërkasim me gjalp dhe e pjekim në furrë të parangrur në 180 gradë për rreth 40 minuta dhe e kemi gati.